A lejohet një femre qafore si formë gjarpni, ose thot biluzik me formën e gjarpnit? Shiko, në islam, dy gjëra duhet mi pas parasysh tek femrat, në këtë rast dhe më thonë që asoj lejohet ari, lejohet argjendi, Allahu alem, ma sakta se lejon edhe ndoj zbukurim që është hekur, dhe mënë që është as ari as argjendi, dhe pse ka djetar që nuk e lejon këta. Pra ari argjendi u kuptum aty. Tjetra pastaj, në qatë formën që e kjetë të zinxhirit, mos të ketë, po thamë kështu, një formë të një gjallese, e cila ka shpirt edhe dallohet qartë, kjo kushti parë. Pra një zog ose një diçka që dallohet qartë, që t'i zban me majtë, sikur se fotografit që s'lejon Milan morë, fotografit e njerëzve. Edhe kushti dytë, që ajo shenjë të cilën ti e ki, çfarë do shenjë që është, çfarë do zbukurimi, dekori, mos me qenë shenjë e cila simbolizon një besim ose një fe të caktume ose një do më thonë diçka të caktume, për shembull të puna e gjapnit me këqyr, a ka nej do më thonë shenjë që e gjapni bash që e gjapni ti që përman në ndonjë fe të budistët, tek indusët ose diçka. Sigur të krishterë për shembull që kanë kryqin, ata mund me pas gjarpnin. Ti nëse s'ka të bëj kur gja me asnjë sekt ose fe, nuk ka shenjë fese. Edhe dyta, nuk ka do më thonë sy edhe mu dallu tamam, po vetëm thjesht si lar, themi ban. Pra nëse plotësohen çdo dy rregulla, ban. Nëse jo, atëherë mos e mbaj. Shpresoj që t'ju bëj dobi në përgjithësi rreth këtyne pyetjeve për dekorime.